Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional qlirimtare me anë të një komunikate kanë mbërftesë për pjesëmarrjen në zgjedhje me synim ruajtjen e kujtesës historike dhe trashëgimisë antifashiste të popullit shqiptar. Kryetari i organizatës Lek Hoxha në një lidhje virtuale për mediumin ton tha se është rëndësishme të dilet për të votuar, pasi ky proces është obligim demokratik i qytetarëve. Qëllimi jon i komunikatës ka qenë që mas pare me dalë votime se është obligim demokratik i qytetarëve. Në dy, ata që dalin votime letë mendojnë që ato vlerat për qëta njerëz që kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore, që kanë marrë pjesë në luftën e UÇK-s. Kryetari i organizatës tha se Kosova aktualisht gjendet në një situatë që nuk po ecë përpara, pra po stagnon, dhe për këtë duhet të zgjedhen njerëzit që shtyjnë përpara zhvillimin e Kosovës. Qytetarët duhet dalin zgjedhje se shifni sot situata e Kosovës është një situatë që po rinë në vend, nuk po ecë kurrë përpara. Faktikisht po rinë në vend. Domethënë duhet mu zgjedhë njerëz që e shtyn Kosovën përpara. Për që ato duhet me dalë me votu qëta njerëz që domethënë e shtyn Kosovën përpara, e shtyn në zhvillimin, e shtyn që kjo rinia me pas perspektivë. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional qlirimtare të Kosovës, Lek Hoxha, tha se është me rëndësi që brezi i ri e posaçërisht trashëgimtarët dhe simpatizantët e luftës antifashiste dhe të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës të dalin në zgjedhje për të votuar. Nda kena thonë brezin e ri, posaçërisht kemi cek që trashëgimtarët dhe simpatizerët e luftës antifashiste dhe të luftës UÇK-s të dalin dhe të japin votën se brezi i ri ai ka perspektivën këtu. Na e kemi kalu tonë, na kemi tash fundin e karrierës apo jetës. Normal që dëshira jonë është me pa fëmijët tonë mesat një paton që po rinë këtu edhe po zhvillohen, po shkollojnë, po zhvillojnë ekonominë, po formojnë familje shnosha të tjera. Edhe normal, po e ruajnë pavarësinë e Kosovës demokratike. Mes tjerash në komunikatën e Ovolanç është theksuar fakti se pjesëmarrja në zgjedhje nuk është vetëm detyrë qytetare, por edhe mënyrë për të mbrojtur dhe promovuar vlerat e luftës antifashiste nacional qlirimtare, për të cilat u sakrifikuan mijëra jetë.